Le themi, megjithëse është një tyt vetëm 14 minuta, por janë 13 vite punë eksperiencë, të cilët të bëjnë që në një farë mënyrë të ndihesh jo vetëm krenare, por edhe të jesh paksa egoiste për të vazhduar akoma më tej. Te Kallëshi Center merr fund problemi i njerëzve mbi peshë, të nderuar teleshikues, pa efekte anësore dhe pa mundim. Dhe përmirësimi bëhet i dukshëm që në seancën e parë të saj. Pra që në momentin e parë që shkon, fillon dhe për të gjithë ata pesimistë të cilët mendojnë që nuk do të kenë ndryshime nga pesha e tyre trupore, nga format e tyre tashmë të deformuara nga mos ngrënia e rregullt. Atëherë tek qendra Kanila Center, Kallëshi Center, bën që kjo gjë të marrë përfundimisht fund. Por cila është rruga për të cilën ka ecur Kallëshi Center? Shikoj që në tavolinë keni vendosur 4 trofe vërtet tepër interesante, ku së fundi rri trofeja që vjen nga Frankfurti, që ndodhet më pranë jush, si të thuash, më e preferuara. Ndërkohë që gjatë rrugës për të ardhur, ne do dojmë ta kishim edhe trofen tjetër e cila po vjen nga Florida, por le të themi do ta kemi ndoshta në sezonin e ardhshëm. Ishte kënaqësia ime të ishte sot dhe trofej, ishte ai trofeve të mia të shtroj edhe ajo trofe. Është një trofe vërtet mjaft prestigjioze, pasi ne jemi radhitur si elite member nga Konfederata Botërore e Biznesit. Dhe Konfederata Botërore e Biznesit ka sjellë një trofe tjetër e cila duhet jetë duke mbritur pasi është nisur, është paketuar ditën e njëjtë, në pamundësi për të vajtur për qenë në prezant në atë event. Tu si shikoni janë 4 trofe të marra në Paris, në Londër, në New York dhe në Frankfurt. Është vërtet një punë kolosale, një punë mjaft e mundimshme, lodhshme, mjaft klient të kënaqur, një punë mjaft rezultative, që vërtet është pasqyruar në këtë trofe. Dhe ndalojmë tek emocionet e profesionit tuaj. Pse pikërisht zgjodhët të profesion dhe rruga e gjatë drejt arsimimit? Jeni arsimuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Londër, në Itali, në Beograd, gjithë ky rrugtim i gjatë dhe sërish riktheheni në Shqipëri. Në fakt, fakulteti im i parë është fakulteti ekonomik, dega financë, por e kam mbaruar shumë shpejt atë fakultet, ndaj dhe në kohën kur unë u ktheva në Shkodër, në qytetin tim të lindjes. Ishte një periudhë tranzicioni, periudhë mjaft e vështirë, ku vende punë ishte vështirë të gjeja, dhe më pas futëm në një fakultet të dytë për anglistik. Ishte vetëm mënyrë për të kaluar kohën, pasi për të gjetur punë ishte mjaft e vështirë në atë kohë. Menjëherë pas një transferimi që bëri familja jonë në Tiranë, dhe një shtys e marrë nga një mik familje, ku goca e tij studionte për fizioterapi në Beograd, ambientet disponibël i kishim, dhe duke pasur parasysh që unë rrjedh nga një familje sportistësh me një karrierë të shkëlqyer sportive, prindrit e mi donin nuk donin, ishin të prirur që të kishin një forma perfekte trupore, ndaj dhe kjo ishte duke bashkuar mundësitë ekonomike, dëshira dhe momenti, erdhin të trija në kohën e dur dhe vendosa të mbaroja një shkollë fizioterapie në Beograd. Më pas specializimet kanë ardhur radhasi në Itali, dhe masteret e fundit në Londër dhe në Amerikë. Dhe në fakt kur ke qenë studente, pasi keni mbaruar shkëlqyeshëm, ndjenit në një farë mënyrë që mbiemri juaj Kallëshi do të zaptonte më pas botën dhe ju nuk do t'i përkisit më vetet, por tashmë edhe Shqipërisë. Mbiemri im Kallëshi, në fakt, unë kam lindur me fat duke pasur këtë mbiemër, pasi kam qenë e njohur që në atë kohë, i mat ka qenë tash sportist i shkëlqyer, me rezultate të shkëlqyera, sot është mjeshtër i madh i punës dhe është në prag të dekorimit nga presidenti për nderi i kombit, dhe unë jam e fat që kam këtë mbiemër. Natyrisht mendova që t'i bëj qendrës që po krijonim Kallëshi mbiemrin, duke përdorur një mbiemër të njohur, por duke pretenduar që asnjëherë ky mbiemër ne të ecnim në mbiemrin që kishim, por të vazhdonte dhe të rritej. Dhe i mat është vërtet shumë krenar dhe thotë që më duket se më ke ngjarë mua me këtë trofet, pasi vërtet mbiemrin arrita ta ngrej në majat më të larta. Dhe ndalojmë pak tek emocionet e para, për herë të parë kur ke marrë pjesë në një konkurs ndërkombëtar dhe surpriza ka qenë ku tashmë jeni vlerësuar.
Me çmim. Eventi i parë ishte në Paris në shtator 2009 dhe eventi ka qenë në 21 shtator, në ditën kur Franklin mbushte 3 vjeç. Emocionet vërtet ishin shumë të mëdha. Në fakt ishte hera e parë që unë merrja pjesë në një kompeticion botëror, siç ishte ky i Parisit në World Quality Commitment, ku organizata botërore e biznesit organizonte këtë ceremoni duke na nderuar me trofen e artë për rezultatet e shkëlqyera. Natyrisht ngjitja në stage ishte një emocion vërtet shumë i madh, pasi radhiteshim në 178 vende të botës dhe ne vinim nga një vend i vogël, një karrierë natyrisht e mirë, por që duke krahasuar me bizneset ishte ndërtesa më e lartë në botë, shoqëria e aviacionit civil në Pensilvani, ishin firma ekstremisht të mëdha dhe shumë të fuqishme dhe vërtet ishte një nder mjaft i madh të ishim prezent në këtë event. Emocioneve të tepërta ju shtua edhe momenti kur unë përshëndeta Franklin për 3 vjetorin e tij në stage, ishte një emocion vërtet i shkëlqyer. Trofeja e dytë ishte në 31 maj të 2010 në New York, në Manhattan. Vërtet përsëri një emocion i shkëlqyer. Po një trofej diamanti, të raditur përsëri në mjaft të vende të botës, një ceremoni, ju siç e patë në sekuencat më përpara, në momentet kur të rritet Kalleshis Center në 4 gjuhë të botës, në frëngjisht, në anglisht, në italisht dhe në rusisht, vërtet është një mrekulli dhe një emocion i papërshkruar. Dhe natyrisht trofeja e tretë është trofeja e Londrës, është kjo këtu, Quality Crown, kjo që shikoni më lart. Quality Crown është e marrë në Londër në 28-29 nëntor të 2010-s. Dhe kjo për një event special, pasi ne kishim festën e pavarësisë në Shqipëri dhe në Londër, në Goldman Hotel, në sallonet e këtij hoteli të shkëlqyer, njepej një trofe për Kalleshis Center për Shqipërinë. Natyrisht, momenti kur merr trofeën e parë, emocionet janë të papërshkrueshme dhe dëshiron që në çdo moment të flasësh gjatë për to. Megjithatë, cilat janë ndjesitë? Trofet sa vinë dhe shtohen, janë njëra më e bukur se tjetra dhe jo vetëm për bukurisë, por ato përmbajnë edhe çmime vërtet tepër të rëndësishme për karrierën tuaj. Ndalojmë tek Frankfurti. Në pamundësi për shumë prezent në Frankfurt, për një arsye familjare natyrisht, ishim nominuar për të marrë trofen diamantit, arku i Europës, në një summit ndërkombëtar që organizohet në Frankfurt, i përvitshëm. Dhe sapo na ka mbërritur kjo trofe, vërtet e shkëlqyer, jam shumë e lumtur ta kem prezente, t'i shtoj trofeve të më përparshme, t'i shtoj këtë trofe. Dhe natyrisht që do të vi sërish një tjetër që vjen nga Florida, ajo është rrugës për të ardhur në studion tonë. Dhe Nila është një rrugë e gjatë. Natyrisht që të qëndrosh në një vend të vogël dhe le të themi problematik në lidhje me biznesin, ju përsëri gjatë pyetjeve që ju bëj, ju them, do të largoni ndonjëherë nga Shqipëria, ti thua jo. Jo, nuk besoj, kam shumë për të dhënë në këtë vend dhe pse jo, unë këtu jam rritur, këtu jam ngritur profesionalisht dhe pse jo, duhet të shfaq të palos aftësitë e mia këtu. Ndihem mjaft të mirë, jam mjaft e lumtur me rezultatet dhe punën e arritur deri më sot. Jam mjaft e privilegjuar të kem miq, sepse klientët tash më kthehen në miq të mi dhe vërtet është një kënaqësi dhe një ndjesi e pa imagjinuar. Ndaj nuk mendoj, edhe pse oferta kam pasur pafund që të shkoj, të jetoj dhe të punoj jashtë, të zhvilloj biznesin tim jashtë, nuk besoj se do ndodhi kjo gjë me mua. Në fakt tepër i suksesshëm në familje me Franklin, i cili tashmë është bërë dhe pjesëtar i konkursit fjalë artistike në transmetimet që zhvillon në Planet Televizion tek emisioni Shtëpia e Ëndrave. Natyrisht përveç mëmësisë, përveç familjes, duhet që biznesi të heci në hapat e tij. Sa të vjedh nga pjesa e ditës kjo gjë. Pra është më e vështirë të jesh një nën dhe bashkëshorte shumë e mirë apo një biznesmene e suksesshme sot në Shqipëri? Përpiqem të përkushtohem familjes në fakt, por vërtet jam shumë e zënë, mund të themi dita fillon në ora 9 të mëngjesit dhe përfundon ndoshta në 9 të darkës. Në periudhën që studoja edhe për master, shkonte të 2 në 3 të natës. Vërtet një punë shumë e lodhshme, por që
nëse do të ecësh, nëse do të jesh kjo që je, duhet të punosh shumë, pa jam munduar me Franklin, natyrisht deri në ora 5 në Kopësht, për pas Kopshtit jam munduar të krijoj një terren në zyrën time, të ri 2-3 orë të kaloj me mua, kam ndihmën fantastike të prindërve të mi që i adhuroj për ndihmën që po më japin. Pra ka dhe paskuinda të cilat vlen për t'i përmendur, për t'i falenderuar në një mëngjes, në një fillim dite, në momentet kur ne radisim sukseset tuaja. Natyrisht sot është një ditë e veçantë për ty. Ti sot ke datëlindjen, megjithatë më thuaj pak emocionet, është më bukur kur feston me miqt për vitet të cilët tashmë shkojnë dhe radhiten në, le themi, në vitet tona të kujtesës, apo momentet kur mblidhesh dhe feston, pasi me miq tuaj çdo moment është i rëndësishëm në jetën tuaj. Momenti është kur vin trofet apo e pse jo dhe kur keni dhe gëzime familjare? E veçantë është sot në ditën e ditëlindjes time prezantoj për herë të parë këtë trofen e ardhur nga Frankfurti dhe vërtet jam shumë e kënaqur në këtë moment. Natyrisht festa sapo ka filluar, mund të themi mbadje në orën 12 të natës në prom dhe thuajse gjithë natën urimet ishin pafund. Festa sapo ka filluar, pres të ikim e vrap në qendër pasi më presin shumë klientë andej. Më pas në drek do jemi familjen, po kështu në darkë. Atëherë, çfarë do të thuash të gjitha grave teleshikues, të gjithë, jo vetëm klientelës tuaj, por të gjithë ata që duan që në një farë mënyrë të ecin në gjurmët e tua, ndoshta jo për të arritur suksesin tuaj, po për të qenë një grua e suksesshme në biznesin që ato të zgjedhin. Pse jo, pse mos të arrin dhe suksesin tim, nuk ka asgjë, madje edhe më shumë. Një punë e vazhdueshme, një punë konsekuente, natyrisht duke studiuar, duke qenë në brendësi të gjërave të rejave të fundit, inovacioneve, duke kërkuar sa më shumë nga vetja, mund të arrish të jesh dikush në këtë jetë. Atëherë ishte kënaqësi zëna Nila që ju kisha në studio. Shpresoj që trofet sa më shumë të shtohen, pasi thash që ju nuk i përkisni më vetes tuaj, por i përkisni dhe biznesit shqiptar dhe është vërtet emocionuese dhe për ne si gazetar momenti që ishim duke e montuar pikërisht të insert, ndjejmë emocione dhe dukeshin sikur shikonin pjesë nga filmat hollywoodian, të cilët në një farë mënyrë edhe Shqipëria bënte pjesë. Të falenderit për atë çka ke arritur për gruan shqiptare. Ju falenderoj dhe unë. Është kënaqësi të jem pjesë e këtij. Dhe natyrisht do të uroj që sot kesh një ditë vërtet shumë të bukur dhe urimi më i bukur vjen edhe nga gjithë stafi Planet Televizion për çdo mëngjes të hënën që tashmë ke filluar javën dhe ditën në studion e emisionit Mëngjesi juaj. Faleminderit dhe kalofsh një verë të bukur vazhdim. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, do të qëndrojmë së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë deri në orën 10. Na ndiqni pas pak.